Policia turke ka arrestuar më shumë se 1100 persona që kanë marrë pjesë në demonstratat pas arrestimit të kryebashkiakut të Stambollit, Ekrem Imamoglu, me 19 mars. Protestat janë përshkruar si më të rëndësishme në vend, që nga protesta e parkut Gezi në vitin 2013. Ata kanë qenë kryesisht paqësor, por presidenti Recep Tayyip Erdogan tha se opozita ndaj Partisë Popullore Republikane duhet të ndalojë provokimin e qytetarëve. Imamoglu u konfirmua si kandidati presidencial i Partisë Popullore Republikane, pavarësisht arrestimit të tij. Erdogan dënon protesta për arrestimin e rivalit si lëvizje dhune. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha se protestat për burgosjen e kryebashkiakut të Stambollit Ekrem Imamoglu janë kthyer në një lëvizje dhune. Arrestimi i Imamoglu, i cili ishte rivali kryesor politik i Erdogan, ka çuar në protesta më të mëdha në rrugë në Turqi në më shumë se një dekadë. Erdogan akuzoi opozitën e Partisë Popullore Republikane për provokim të protestave, ndaloni se luajturi me nervat e kombit. Opozita kryesore është përgjegjëse për policët tanë të plagosur, për xhamat e thyer të shitësve tanë dhe për pronën publike të dëmtuar. Ata do të mbajnë përgjegjësi për të gjitha këto, politikisht në parlament dhe ligjërisht nga drejtësia. Pavarësisht ndalimit të vendosur për tubime në rrugë në shumë qytete, demonstratat antiqeveritare vazhduan për natën e 6 radhazi.